Me afrimin e sezonit veror, Bashkia e Lezhës ka intensifikuar përgatitjet për të mirëpritur pushuesit në bregdetin e Shëngjinit dhe Tales. Pavarësisht motit të paqëndrueshëm, numri vizitorëve po vjen gjithnjë në rritje dhe sipas kryetarit të Bashkisë Lezhë pritet të jetë një sezon turistik i suksesshëm. Mendoj se do jetë një sezon ndryshe për shkak edhe të vendimit qeverisë tashmë për të ndryshuar tipologjinë e qasjes ndaj stacioneve të plazhit. Ne si bashki po përgatisim skemen tonë, jemi në dizajnimin e hapave të fundit të kësaj historie dhe mendoj se bashkë me operatorët turistik ne do bëjmë takime ku do qartësojmë mënyrën e cilërit siç e kemi bërë çdo vit me sezonin turistik. Këtë vit do të ketë shtim të kapacitetit furnizimit me ujë të pishëm, ndërsa në fokus do të jenë edhe shërbimet për gjatë gjithë vijës bregdetare. Problem për Shëngjinin pritet të jetë trafiku i rënduar që mund të krijohet edhe për shkak të hapjes së rrugës së Velipojës. Si vjet shkojmë me kapacitet shtuar të ujit, një problematike cila ka qenë, që ne azarojmë. Kemi një rishikim tjetër të stacioneve të plazhit që ka shumë rëndësi për sezonin turistik. Do bëjmë një vlerësim bashkë me policinë e shtetit që milon për të bërë për parkingjet, për mënyrën se si do qasen në trafik hyrje dhe daljet në Shëngjin, duke pas parasysh se ne kemi tashmë një dalje tjetër alternative në Kune. Ne dalim direkt e rreth rrotullimi këtu në autostradë dhe kemi shumë për të shikuar. Pastaj ngrihet edhe problemi i Shëngjin Velipojës, e cila mund na krijojë një problematik me shtimin e fluksit. Pra janë disa gjëra që duhen shikuar me vëmendje dhe duhet i adresojmë në bashkëpunim dhe në konsult me operatorët turistikë. Sezoni turistik në Lezhë do të hapet zyrtarisht pas zgjedhjeve të 11 majit, ndërsa Shëngjini mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turizmit bregdetar në Shqipëri, ku numri pushuesve po vjen gjithnjë në rritje.